Shikues nderuar, mirëmbrëma dhe mirë se erdhët në emisionin Tempus. Sonte do diskutojmë mbi mungesën e disa barnave esenciale nëpër barnatorët në Kosovë. Ligji për çmimin e produkteve medicinale i miratuar para më shumë se një viti e gjysmë më në fund po jep efektet e veta. Edhe pse qëllimi i ligjit është që qytetarit t'i ulet kostoja e barnave, së fundi kanë filluar ankesat në lidhje me mungesën e disa produkteve të caktuara në treg. Ankesat janë për mungesë të produkteve bazike medicinale, siç është për shembull tretësi për infuzion. Ekipi ulëmtuesve tonë ka realizuar një storje që e pasqyron gjendje në sektorin privat dhe atë publik, gjendje kjo që ka prodhuar reagime në kampe të ndryshme të interesit. Pra sonte do diskutojmë për atë se cilat janë efektet e ligjit për çmimin e produkteve medicinale, a është ulur çmimi i barnave përmes këtij ligji, a ka mungesë të produkteve medicinale, siç është tretësi për infuzion, a është mungesa e furnizimit një veprim sabotues në formë proteste nga distributorët dhe si ndikon kjo te pacientët dhe tek qytetarët. Për diskutuar për këtë temë sonte kam ftuar mysafirët e mi të cilët janë zonja Dardane Mehaj, drejtoresh e barnatorës qendrore në QKUK. Mirë se keni ardhur. Është zotri Milaim Abdullahu, drejtor i kompanisë distributore Santefarm. Mirë se keni ardhur. Mirë se vjen dhe faleminderit për ftesën. Është zotri Astrid Haxhijaha, nënkryetar i Odës së Farmacistëve të Kosovës. Mirë se keni ardhur. Faleminderit për ftesën. Dhe është zotri Fidan Tahiri, qytetar. Mirë se keni ardhur. Shëndetje, mirë se gjetëm. Shikues nderuar, në këtë emision ne kemi ftuar edhe përfaqësues nga Ministria e Shëndetësisë dhe po ashtu nga një komision i shëndetësisë i Kuvendit të Kosovës, por që nuk kanë gjetur kohë që na përgjigjen nëse do të jenë pjesë e këtij emisioni. Para se të fillojmë me diskutimin në studio, ju ftoj të ndiqni historinë të cilën e paralajmërova në lidhje me disa produkte të cilat janë në mungesë në treg. Miratimi i ligjit për çmimin e produkteve medicinale kishte për qëllim ta kursej xhepin e qytetarit në barnatore duke ulur kostën e barnave. Një vit e gjysmë pas miratimit të ligjit e ankimeve të palëve, shumica e barnatorëve në Prishtinë nuk e kanë një prej produkteve më elementare, tretës për infuzion. Fala, keni kësi infuziona? Jo, përmes. Pse nuk po kërkon Se si? janë mungesë. Krejt barnatorët, a veç jo? Jo, ndoshta mundesh me gjetë, po shumë problem se janë mungesë, tash. Nuk ka se është mungesë shkaku i nivelizimit çmimeve që u bë, nuk po furnizojnë darkën. Ekipi i betimit për drejtësi kërkoi tretës për infuzion në mbi 10 barnatore në kryeqytet, por për ta blerë këtë produkt, pacienti mund të detyrohet të kërkojë edhe përtej kufijve të shtetit. Infuzion 100 ml, kemi mungesë. Kërkon s'ka? Po të gjithë, po të kështu në shtaj gjena këmë. Po se s'pëgjojnë atë kërkon Prishtinin në alarmu kej familja, më shkuna i shkopa dikon me gjithë. Nëse do të zëshyrë, po me shkuja shkolla se s'ka veqë. Ja, po të gjithë, pse, a veç ka posë këtë. Kanë mungesë të shka furnizutë të qapo tjetë. Se kjo situatë do të vi, avokati Kujtim Kërveshi kishte paralajmëruar qysh para 3 muajve. Për mungesën e tretësve në barnatore, avokati ende fajson Ministrinë e Shëndetësisë. Është dashur të parashikoj Ministria e Shëndetësisë në situatë të tillë për shkak se ky është vlerësim ekonomik, komercial. Kush do të sjellte produkte në Kosovë me nivash fitimi në mungesë ose që të shkakton dëm material pasuror. Do thotë, kush do të importonte nesër çfarëdo produkti, jo vetëm barna, në të cilat shteti të obligon që ti të punosh me humbje. Asnjë korporatë e madhe ndërkombëtare e që ka partner në Kosovë ose edhe në rajon, nuk futet në një proces të furnizimit me premisat që do të dëmtoj vetën në qarkullim komercial tregtar. Ky është ekuacion i thjesht biznesor. Pra, unë kam besoj, vazhdoj të besoj, se Kosova me këtë lloj politike do të i përzë firmat që kanë cilësi dhe do të krijoj hendek për firmat të cilat, siç e kam thënë edhe publikisht, do të vinë nga zonat e tregtisë lirë, midis Indisë, Kinës e vendeve tjera, të cilat nuk ka kur farë sigurie se me çka do të furnizohemi. Fundja fundit, një pacient ka nevojë që barin që e merr të ketë efekt në trajtim dhe shërim. E jo vetëm të ketë përmbajtje deskriptive, cili do të ishte impakti
i barnave të cilat vinë nga këto kanale, besoj që në ndërkohë do të jemi dëshmitarë dhe këtij procesi. Dhe krejt vokacioni është komercial ekonomik. Pra, askush nuk ka llogari që të fut mallra në dëmin e vet pasuror ekonomik. Ky është ekuacioni i thjeshtë. Megjithatë, tretës u gjend në barnatorët afër objekteve ku jepen shërbime shëndetësore publike. Infuziona, mare, a kemi? Në tretje, në ASL. A duhet të ka qenë në qendër? Çfarë e kite? Qytetarët që pranonin shërbime shëndetësore publike nuk ballafaqoheshin me këtë problem sepse barnatoria qendrore e QKUK-s ishte e mirë furnizuar. Dhe na çmimet fatmirësisht. Deri tash nuk ka pas ndonjë ndikim sepse ligji ka një fuqi me datë një shkurt dhe na procedura shumicën e kemi iniciuar në fillim të vitit. Do të thonë fatmirësisht kemi pas ndonjë ndikim, mirë po nuk mundemi me parashiku a ka më ndodhur në të ardhmen. Do të thonë a ka më ndodhur probleme të ardhmen me furnizim, sepse aktualisht na kemi furnizim me tretje fiziologjike, kemi furnizim me glukozë 100 ml, do të thonë banatoria qendrore nuk ka pas ngecim furnizim prej janarit 2025, na nuk i kemi pas këto probleme. Tjerë veç është lidh kontrata e re për tretje fiziologjike, me cilën na kemi furnizuar në 2 viteve, do të thonë fatmirësisht na kemi kontratën. Sot është lëshu përësia për furnizimin e radhës, dhe më thënë, na nuk kemi pas ngecje. Por qytetarët nuk mund të blejnë tretës për infuzion në barnatorën qendrore të QKUK-s. Lidhur me furnizimin e QKMF-ve në nivel vendi, edhe Ministria e Shëndetësisë dha një përgjigje për betimin për drejtësi. Ju informojmë se Ministria e Shëndetësisë ka njoftuar për furnizim të gjitha institucionet e kujdesit parësor shëndetësor me produktin NaCl 0.9% 500 ml dhe NaCl 0.9% 100 ml dhe ka furnizuar sipas planifikimit dhe kërkesave të rregullta të QKMF-ve në nivel vendi. Andaj, konsiderojmë se nuk ka mungesë të këtij produkti. Ministria deklaron se ka sasi të mjaftueshme të produktit NaCl 0.9% 500 ml dhe NaCl 0.9% 100 ml në stok dhe se furnizimi është duke u bërë në vazhdimsi sipas kërkesave të institucioneve shëndetësore të KPSH-s. Të gjitha palët, Ministria e Shëndetësisë, QKUK-ja, Oda e farmacistëve e njohësit e fushës besojnë se ky ligj është i domosdoshëm, por çmimin e mungesës së ligjit dhe zbatimit të tij deri tash më së shumti e kanë paguar qytetarët. Jemi rikthyer për të diskutuar në studio. Kisha dashur me fillu me juve si qytetarë së detajeri. Çfarë përvojë keni pas ju, me qenë se keni pas problemin e njëjtë të cilin e shfaqëm në këtë storje? Po në barnatorën e parë morëm me sportivitet. Në rregull, mungon, s'është punë e madhe, po kur filloi te e dyta e treta, edhe fillon pastaj pyetje po pse, çka ka ndodhur? Po njëotot është problem i madh, më thon s'ka në barnatore. Normalisht fillon një panik sepse është ilaç, nuk është diçka luks, është diçka që është e nevojshme për anëtarën e familjes, i cili po trajtohet për kancerit. Dhe tash automatikisht unë si person që s'ka mas një uri edhe se kum prit që ka me ndodhë kjo, filloj një farë panike me bo zgjidhje. Zgjidhje e shke me thirrë na për barnatore, me shoke në qytete tjera, kem tentu në Ferizaj me kërkum, kanë thonë s'ka. Edhe një alternativë pastaj e po shkupin. Kërë kuptova probleme, dhe masit që më tregun barnatorët që është mungesë për shkak të ligjet e çmimeve ato që nuk është që i disha edhe për qash problemi, marrë në telefon shkopi e thoma ko mundësi më nisë në ACL. Ishke është një situatë që nuk është fort e lakmueshme mu përball familjarin i pacientit, në arto është në rregull është për këta që janë profesionistat fushës, po nëse qytetar, një situatë jo fort e lakmueshme mu shfaq. Tash filloj me kriju një farë panikën vetvete. Po nuk është thjesht çështja e ACL-s, domethënë, unë po ata probleme gjetë edhe inhalimet për babin, me doza caktuar. Më thonë, s'ka më konta as inhalimet, okej. Domethënë, ka fillu të unë më kriju një farë panike, që se herë që kemi barnatore do të më lutë, inshallah e kam fatin sot me gjetë ilaçin. Sepse unë vi prej një familje që kam smut me kancer, domethënë shpejt, dhe është në faza kogja të avancume dhe unë me barnatorët dhe me spitalet takona gati se mas me tonë çdo ditë, po 2-3 herë në javë takona. Faleminderit shumë. Zonja Meaj, qëllimi i ligjit dihet, çfarë efekte ka arrit në praktik deri tash? Atëherë institucioni ku në drejtoj është barnatoria qendrore, cila ka për obligim me furnizu qendrën klinikën universitare të Kosovës, gjithsesi janë 36 klinika,
Janë 7 spitale rajonale në gjithë Kosovën edhe kemi 7 qendra të shëndetit mendor. Do me thonë, na kemi përgjegjësinë e furnizimit të gjitha këtyre njësive, që në tërësi është organizata SHSKUK, Shërbimi Spitalor dhe Klinikë Universitare i Kosovës. Na këtë ligj, unë po flas këtë rast si profesioniste, jam farmaciste me profesion, ka ma shumë se 20 vite që e kemi prit më ardhën në fuqi edhe më ardhën shprehje zbatimi këtij ligjit, sepse fatkeqësisht ka qenë Kosova vetmja dhe Bielorusia, të cilat nuk e kanë pas ligjin për çmimet e banave. Në rend parë, si profesionist i fushës, dhe më thënë kjo përpos që është shumë e vlefshme për qytetarët e Kosovës, për pacientat në rend parë, edhe për neve si profesionist, sepse në fund ka në shprehje profesionalizmi jonë, dhe më thënë. Ligji ka hyrë në fuqi në pjesën e parë në zgapit viti 2023 dhe ka pas kohën e vetë gjatë implementimit edhe ju ka dhënë hapësirë të gjithë atyre që i ka përfshirë ligjit, qoftë sektorin publik, qoftë privat, dhe më thonë me fillu me zbatimin e ligjit, me pjesën procedurale të tij. Na si institucion deri tash fatmirësisht nuk e kemi pas këtë problem u ballafaqu me ndonjë mungesë, ndoshta se lista zyrtare e çmimeve ka filluar me një shkurt të vitit 2025 dhe na disa procedura është praktik që pas fillimit të vitit ne fillojmë me procedurat iniciuese për tenderim për mi kontraktu produktet edhe i kemi kontraktu me çmimet cilat janë gjetë për një komisioni i cili vepron bashkë në kuadër të Ministrisë së Shëndetësisë, është i përbërë prej anëtarëve të SHSKUK-s edhe të Ministrisë dhe fatmirësisht i kemi marrë çmimet referentet rajonit edhe kemi pas sukses deri tash. Nuk mund të parashojmë a do të ketë në të ardhmen probleme, mirë po edhe me problemet cilat e ndëgjuam qytetarin që është pjesë e panelit, po edhe në storyn e juaj, me produktet bazike, ne kemi fatmirësisht kemi qëndruar mirë. Do shta prej asaj se prej fillimit të vitit kemi pas edhe kontratë, tash është lidhur kontrata rreth që theksu. Po unë mendoj që ligji më në fund më vjen shumë mirë që ka gjetë zbatueshmëri. Gjithmonë është problematik derisa se është për herën e parë në Kosovë, po ka pas kohë të mjaftueshme, domethënë që mos marrë deri te kjo gjendje, mendoj. Sepse ka qenë koha e duhur edhe për distributor farmaceutik për mi deklaru çmimet, sepse kushti ka qenë mi deklaru çmimet dhe ndoshta ka qenë ajo mosbesia se që 20 vjet u fol për këtë ligj, por nuk ka ardhur në shprehje, nuk ka ardhur në fuqi, atëherë ndoshta kërkush se ka besuar që kjo fatmirësisht ka mu jetësu dhe në momentin kur me një shkurt e ka gjetë paka shumë të befasu mujtë të thëmë edhe aktert, një pjesë të caktuar të akterëve e kanë mësuar mas keq të banatorët edhe në këtë rast edhe qytetarët, sepse në momentin që ti si distributor nuk i ke deklaruar çmimet, atëherë nuk ke pas të drejtë me një shkurt me shit produktet, se si ke pas çmimet e deklaruara dhe ka ardhur ky problem deri mirë po fatmirësisht Ministria e Shëndetësisë e ka rregulluar edhe këtë problematikë, ka hapa afat çdo muaj që ju ka jep mundësi distributorëve me deklaruar çmimet dhe në momentin që deklarohen ai ka të drejtë me shit mandej. Po kjo problematikë unë nuk ja lë shumë fajin ligjit, sa ja lë fajin atyre që nuk kanë besuar që kjo ka mu jetësu. Ku është për shembull s'ka besu? Po flas distributor farmaceutik. Do të flasim tani me zotin Haxhioha, çfarë ndryshimesh ka sjell ky ligj në funksionimin e barnatorëve në tregun farmaceutik dhe cili është qëndrimi i Odës në lidhje me zhvillimet që i ka prodhu ky ligj edhe hartimi i tij deri sot. Edhe një herë faleminderit për ftesën. Do ishte shumë mirë të kishim prezent, siç e tha edhe më përpara dhe përfaqësues nga Ministria e Shëndetësisë për ta shikuar edhe situatën në të cilën gjendemi, sido që të jetë para diskutimit të temës, më lejoni ta theksoj se mungesa e barnave konsiderohet si cënim i sigurisë kombëtare. Pra, ne vazhdimisht kemi pasur ankesat në institucionin tonë për mungesën e barnave, duke filluar nga farmacistët, profesionistët tjerë shëndetësor, pacientët, duke menduar se ne jemi regulatori i këtij procesi. Po përveç kësaj, kemi pasur edhe ankesat për mos furnizim nga depot farmaceutike. Duke parë situatën e tillë në të cilën është bërë ky lloj alarmimi, ne publikisht dhe zyrtarisht kemi bërë një ftesë publike Ministrit të Shëndetësisë për reflektim mbi ruajtjen e shëndetit publik të qytetarëve. Mirë po edhe kësaj here, si çdo herë tjetër, Ministri i Shëndetësisë nuk ka dhënë asnjë reflektim. Institucioni ynë ka paralajmëruar në mënyrë të përsëritur Ministrinë e Shëndetësisë se formati i gutshëm dhe i gabuar i vendimit për unifikimin e çmimeve të barnave do të çojë në mungesë të barnave. Mirë po, megjithatë, ata kanë vendosur që të veprojnë në mënyrë të njëanshme, pa u konsultuar, pa diskutuar, pa bashkëpunuar me akterët kryesor të zbatueshmërisë të këtij vendimi që është komuniteti farmaceutik. Dhe kjo qasje e tillë
nga Ministria e Shëndetësisë ka ndikuar në mënyrë direkte në furnizimin e barnave, gjë që ka krijuar vështirësitë për furnizim edhe për pacientët, po edhe për profesionistët tjerë shëndetësor. Zotëri Abdullahu, ju jeni drejtor i një prej kompanive distributore më të mëdha në vend. A ka pas vështirësi në furnizimin e barnatorëve me barna pas hyrjes në fuqi të ligjit? Në shqitëshani, unë më isha referuar në një krizë që patëm 2019 kur u manifestu pandemia, edhe thëmë gjithmonë me krenarin më të madhe, kur kemi mri na si distributor farmaceutik, kur u bo lockdown krejt bota, edhe u mshilin kufit, edhe u blokun kufit, nuk lejshin me ju as transporti, as kur gjo. Kur kemi mri në qatë kohë me menaxhue furnizimin e barnave knap që u konë në nivelin më maksimal, atëherë për që të periudën kalimtare, unë me përgjegjësi të madhe flasë se i përfaqësoj 25 kompani farmaceutike dhe marrë pjesë dikun 27% market share-it furnizimit edhe të importit në Kosovë, me përgjegjësi të madhe profesionale, thamë që nuk u konë kriza manifestume qysh kanë ngrit disa individ apo së një grup i vogël i interesit i farmacistave të cilët janë nisën me trumbetua në çdo mjet informimit edhe nuk la gjopa bo për me kriju një propagandë për me minu e çmimin. Kolega kur tha ma heret nuk u konsultu Ministria e Shëndetësisë. Ministria e Shëndetësisë u konë përfaqësuesi periudhës farmacistave të Kosovës, gjithë tonë kohën në Komision Ministrisë Shëndetësisë. Nuk është të vërtet. Përpos kësaj, e përmeni me emën edhe me mbi emën. Përpos kësaj, e përmeni kolegja, u konë edhe periudha kur kemi pas drejt për debat publik, na u ka publiku në debat publik. Unë e për veti si individ ku më aplikuan atë kohë, disa komente i këmë dhonë edhe disa vreti i këmë dhonë për me u letësua ligje, edhe gjitha kanë, po mënej 80% tyne, kanë hasë në vesh të pranueshëm edhe kanë kaluë propozimet e mija edhe idejat e mija për mos më manifestu në krizë. Na si distributor, po flasë për veti, jemi furnizu me vakt edhe jemi konë të pranueshëm. Kur jemi konë të furnizu, kur po duhe me thonë 25 kompani farmaceutike, tonë kohën po propagandohet periodës farmacistave të Kosovës që kanë me ik fabrikat, edhe avokati bare paralajmëroj këthejke kanë me ik fabrikat, edhe unë po thamë, për 25 fabrikave të mija, asni fabrik nuk ka paralajmëruar që ka mu të rjek për tregut Kosovës, për kundrazi e ka pranuar tregun e Kosovës. Kur thejshin Kosova o tregi vogël, edhe s'kan interes fabrikat, Mali Zi 500.000 banori ka. Krejt fabrikat me renome i vodnore në prezent në Malin Zi, e si janë në Kosovë. Do me thonë, ato e kanë pranu, bile që për kundrazi, e kanë pranu nivelizimin e çmimit se tonë kohën kanë thonë për na kompromitohet produkti, po shitet produkti jonë si kur plaçka, një banatore 3 euro, një banatore 5 euro, një banatore 8 euro. Edhe atëherë dhe mon, ata e kanë përkrah qitë ligjë, kur u folë ma heret që u tha, janë ngut me ligjë, farfjale është janë ngut me ligjë 25 vjetë mas lufte, nuk kemi ligjë për nivelizim të çmimeve të barnave dhe për harmonizim të çmimeve të barnave. E foli shumë mirë kolegja një fjalë, që tha jemi të fundit na, do më onë Belorusia nuk kinë bashkinë Europiane, edhe na simi, Belorusia është një shtetë që po mbetet veç vetun, na jemi i shteti i fundit ose shteti i turpit që 25 vjetë mas lufte, sot be konsolidojmë pe bëjmë harmonizimin e çmimeve të varnave, kur dihet se me qitë harmonizim të ligjit çmimeve të varnave, se kjo po shko për para, deshti dikush, i kërkoj falje unë që të në oponent veç që po ju prishte disponimi, po ligji po ecë për para, po shkon. E tash edhe po i vjen fundi kësaj pune. Një dukuri po e flasë, na me rjetin që e kemi tonë të komunikimit se i furnizojmë gjitha banatoret në Kosovë, non-stop ju kemi dhonë informata, kur kanë thonë po dalin avokat, po dalin këta, po na shkaktojnë panik të qytetarë, po na shkaktojnë panik, u kom thonë, keni dorim se qyteti Prishtines, veç një vendim kur po meret më bo një rrugë, një kashe, 3-4 ditë ose një javë po kryot të lovi e mos flasëm një legjë kur bëhat. Për ndryshe, të jemi të sigurt që i kthehet digniteti farmacistit se nuk ka më pazare, nuk ka më shtyj që e banatore 4 euro, nuk po të api 1 euro gjys, po çmimi o çmim, edhe farmacisti kthehet e profesioni vetë ku i tregon për çka do të më përdorët, çish përdoret nëse është antihipertenziv ose për probleme kardiake, cilën ushqim guxon me përdorët, cilën ushqim s'guxon me përdorët, nëse del gërmin nuk guxon me vrapu, po do guxon me ecë. Ma mirë farmacisti më ia dhon si do këshilla, se me bo pazare si kur dheri sot që jenë bo... Pajtojemi plotësisht me këtë pjesën e fundit të cilë. Që jenë bo pazare. Në anën tjetër, kur ju kemi njëftu banatorët dhe ju kemi thonë, kemi mërinë në qatë fazë,
kur që ishin propagandë këta edhe theshin vetë qëllimi vetëm u konë më minuën çmimi, se u prishin intereset e 5-6 kompanive. Kur u konë fjala na duke mi thonë blerësave, duke mi qëndru mrapa mi thonë, edhe nëse ndryshohen çmimet ose diçka na kemi më u kompenzu, mos e keni atë dert po të qëndroni para pacientit. Furnizimet për janës tami janë konë për ditës të parë. Më llogaritën i punë në fillim të shkurtit kur ka filluar që këtë çmim në fuqi. Çat ditë u konë hane, disa depo mos thonë që shumica aty ne kanë vendosur mos me punue, mos me furnizohen mall, e mshiten betimin e Hipokratit, e mshiten humanizëm, e mshiten medikamentit që sa një shajt, e ministria. Derisa kur na kanë thirrë neve, na kanë thonë te keni ty punua, na kemi thonë nuk e nalim punën. Ma ka me kriju me humbje se e kam dhënë lloj betimi. Edhe ndoshta i kemi humbje të mirë, po atë janë të kalueshme. Duhet mu stabilizu shteti. Nëse është puna me kundërshtu ligjin e çmimeve dikush, atëherë, nëse unë marr pjesë me kompaninë me 47% furnizimit tregut, në aspektin komercial mas shumë ti më godet mu mirë, po përkundër që asaj kom thonë do të më shku ligji përpara. Të mos krijojmë mjegulli. Ligji për unifikimin e çmimeve ode farmacistëve e përkrah fuqishëm. Ne presim që 20 vite. Mirë po, ne nuk jemi të pajtimit me paragrafet e vendimit në të cilët i ka përcaktuar Ministria e Shëndetësisë. Saksisht, paragrafi 6 i vendimit të parë, sepse tani janë bërë 4 deri në 5 vendimet, janë ndryshuar brenda një periudhe 3 mujore. Tash, paragrafi 6 obligojnë qarkulluesit me pakicë, barnatorit të vendosin çmimin sipas listës zyrtare të çmimeve të produkteve medicinale në të gjitha produktet që kanë në gjendje. Pra, nëse janë furnizuar më herët, me këtë pikë pe obligon, pe detyron barnatoren ti vendos çmimet në produkte të cilët po supozojmë e ka marrë 2 euro dhe ta ne vendos 1 euro gjys, ose e ka marrë 2 euro dhe ta 3 euro, sepse ligji për unifikimin e vendimin këtë rast kemi edhe ngritje dhe ulje të çmimeve. Mirë, po unë vetëm e kam një pyetje konkrete për kolegun ton. A pajtohesh me pikën e vendimit numër 6, të cilën ne kemi marrë përgjigje nga të gjithë gati 1000 farmacistë të cilët nuk janë pajtuar me këtë pikë. A keni mundësi vetëm një sqarim? Pajtohesh apo nuk po pajtohesh me pikën 6? Me 2 shkurt u hyp fuqi që ky ligj. Pej 2 shkurtit se do shte 26, do me thonë 1 muaj e 26 ditë. Asnjë inspektor kërkon se ka dënuar për çita se janë të shkuën heshtje, i ka lejuar edhe inspektorati farmaceutik edhe Ministria e Shëndetësisë i ka lejuar me heshtje me shku edhe mu harxua komplet stoqet e vjetra, edhe çmimet që vendosen çmimet në stikera që ato kanë me konë me çmimet reja. Do më onë në qitë heshtje ka kaluar që kjo. Jo, nuk ka kaluar ende. Unë i bëra pyetje. A keni mundësi me na tregu a është në rregull paragrafi i 6 i cili e dëmton? Nuk e ka dëmtu kërkon, veç një barnatore dhe të më lajmërohet mu që e ka dëmtu, unë e kom ja kompenzu dhe një kompenzimin. Po jo bre, po nuk është kjo formati komunikimit, unë ja kompenzoj, unë ja... Një muje 26 ditë, 56 ditë janë kanë kalu për që se i kohë janë të arzu stoqet e fundit. Çdo produkt farmaceutik që vendoset stikeri me çmim çaj do të mu respektuar. Nuk është i obliguar. Farmacisti në barnatore ti vendos, po jo bre, po nuk është i obliguar. Kjo ardhë është për qytetarin edhe për kolegët farmacistë, ata mas mire kuptojnë që kemë të thonë. Po, e kuptojnë kolegët mas mire, nuk mundet barnatorja... Bukuria tjetër, prapavia e qytën e intereszive, prapavia e oponentve që në konë edhe një influencë intereszive të caktuar, mere me men u konë, jo njëherë duhet fondi të një çmimet. Jo, nuk është e vërtet, si ka mundësi, jo, i deruar. Fondi dhe çmimet kanë dalim ndryshe. Unë e cidjale kumnije, në këtë debat plus e kumnije, kur thejke pjesë e kjo bre disperzim, taksa për disperzim. Taksa për disperzim nuk mundet më caktu po bo fondi sigurime shëndetësore se në letër pasve kur shuhet ilaçi ose 5 ilaçe shkuan një recept, nuk ka mundësi më u paguaj që ajo. Kur bëhet receta me vlerë, atëherë veç mu i me folë për taksën për disperzim. Shumë mirë që e ceke në të cilën kanë kërkuar, fillimisht të bëhet fondi sigurimit shëndetësori funksionalizuar dhe më pastaj të bëhet unifikimi çmimeve. E përmend. Mirë. Faktikisht, dëgjoni, me datën 2020, i nderuari Milaim Abdullahu ti quar në email zyrtarisht tek antarët e kuvendit dhe ke kërkuar në fuqi të futet 3 listat barnave. Pra, po flasim për vitin 2020 të cilit është shumë e hapur, është faktike. Dhe, brenda kësajna, keni përcaktuar, komenti im jetë, të shikohet kjo pun në formë kronologjike. Të jetë obligative njëherë receta, të kemi fondin e sigurimeve shëndetësore, të funksionalizuar, se tani e kemi, po nuk është funksional.
Dhe e fundit, çmimet e nivelizimit të barnave. Pra, po flasim para për 5 viteve, kur zotnia, i cili ka qenë në pozita drejtuese të shoqatës së distributorëve dhe nuk është më, ka qenë kryetar i Komisionit për Solidaritet, nuk është më, pra vetë fakti që nuk është lën shumë për të dëshiruar. Shumë, po mirë, 12 vjetë jem konë, 12 vjetë këmë ndërheqje. Mirë dhe mirë, shumë e me venës që kjo, unë e këmë kërkuar 2020. A ki kërkuar 2020? Edhe 2021, edhe 2022, që t'jemi bre transparencë kemi me dokumente, të faktuara. Vetë the më herët që kanë kërkuar, nuk kanë kërkuar, keni kërkuar ju. Na kemi kërkuar. Edhe njerë po e përse. Personalisht ju keni kërkuar, dhe përgjigja ime. Edhe vitin e kalume dhe pare thash. Përgjigja ime, zotni i nderuar, përgjigja ime për këtë pyetje ka qenë. Ju lutem, të mos mirëmi me listat ABC, finalizimi i nivelizimit të çmimeve është shumë afër. Super profesionale. E din shumë i rje njoftuar. Këto kemi pas na kundërshtime. Ne i qëndrojmë ende këtyne pjesëve cilët kemi kërkuar. Vazhdojmë të njëjtin qëndrim. Pra na jemi për unifikim çmimeve të barnave. Kemi kërkuar paragrafe të ndryshohen, sepse dëmtojnë barnatorët. Nuk kemi kërkuar ne nuk kemi dalë kundër ligjit. Tash, te paragrafi i cili i ngjet barnatoria çmimet, duhet të ndryshohet, duhet plotësot të ndryshohet. Duhet bëhet mirë dhe mirë. Së ngjet barnatoria. Po jo, po këtu është e përcaktuar në vendim. Edhe puna tjetër, këto sene folen derisa hyp ligjin në fuqi. Në momentin që hyp ligjin në fuqi, nga në avokati dhe ju premton këtyne dhe i dezinformon disa distributorë që të mojnë modhe ne për depo dhe nuk e gjesin treg edhe njëri vrapon për të në bredhë. Kësi raste dhe me thotë që jenë krejt barnat e për depo edhe me qëllimit caktune në... Kanë qenë barnat dhe për depo, se qita oponent me një avokat i kanë dezinformuat qytetarët depot farmaceutike... Inderuar, unë e flas në emër të gjithë farmacistëve. U ka thonë depove, mos aplikoni për çmime se kena me rëzu. Që të depot që s'kanë aplikue, ato janë me të pasmime. Mirë, po dukuria tjetër që është ma interesant, qita që kanë thonë, mos aplikoni se nësë aplikojmë 5 para 12 dhe kanë apliku vetë. I kanë lonë disa depo farmaceutike, i kanë manipulu pa aplikuar. Inderuar gazetar, unë jam përfaqësues i farmacistëve dhe flas në emër të 1600 farmacistëve. Ju mund të flitni sepse jeni vetëm përfaqësues i vetës dhe kompanisë tuaj. Duhet më leni hapësirë për të komunikuar. Ne kemi bërë edhe një pyetësor për të marrur përgjigje se çdo gjë që flasim nuk flasim në emrin personal, po flasim në emër të farmacistëve, në të cilin përgjigjet në të cilin i kemi marrë 95% të përgjigjeve i kemi marrë një zëri. Nëse ma lejon pak hapësirë. Vendimi i Ministrisë së Shëndetësisë për miratimin e listës zyrtare të produkteve medicinale parasheh afatin për një muaj heqjen e stokut aktual. Pra, 95% të farmacistëve e kanë kundërshtuar dhe kanë thënë që është shumë afat i shkurtër. Një. Flasim me fakte, pra në mos të bazohemi ose të fokusohemi tek deklarimet, interpretimet, po të shohim veprimet mirë. Sa është periudhe mjaftueshme sipas pikpamjeve të juaja për dispenzimin apo heqjen e stokut? 21.3%, 3 deri në 6 muaj dhe 37.1% kanë dhënë pjesën e përgjigjes 3 muaj e më shumë. Tash, veç ma lejoni ta sepse e kam për obligim, e kemi edhe me ligj. Vazhda. Pasi ligji për çmimin e produkteve medicinale nuk ka parapar tarifat e dispenzimit për farmacist, për shkak të kundërshtimeve në mes neneve të ligjit, vështirësive në aplikim të tij, a mendoni që duhet të dërgohet në amandamentim? Ne kemi kërkuar që për tarifën e dispenzimit ketë edhe një shtesë, sepse vetëm farmacistat nuk e kanë këtë shërbim, pra nuk paguan për këtë shërbim. Të gjithë profesionistët tjerë po, dhe në shtete tjera e kanë të njëjtën gjë. Dhe e fundit krejt, problematikët lartë sektora, mendoni se të njëjtë duhet të mbrohen duke ndjekur rrugë ligjore për të ndryshuar interesat farmacistëve. 92.1% na kanë thënë duhet vazhdoni, duhet të mbroni interesat tona, duhet të shikoni në ligje tjerë, në rrugë tjera ligjore, për të mos dëmtojmë ne. Nëse vetëm për këtë pjesë dhe ta përbylli këtë pjesë, mund të vazhdoj me pjesë tjera. Nëse ma lejoni vetëm ta përcjell në dokumentin numër 1, për mi dal edhe demantuar deklaratat në të cilat ka dal kolegu ynë, së bashku me Ministrin e Shëndetësisë. Ministri i Shëndetësisë
në deklaratën publike, vetëm një deklaratë të cilin e ka dhënë, së bashku edhe me kolegën tonë, kanë thënë që oda e farmacistëve duhet miret me edukim të vazhdueshëm profesional dhe me farmacistët, jo të miret me përcaktimin e çmimeve të barnave. Unë e di që ministri nuk ka njohuri lidhje me kompetencat e odave, sepse ai vetë nuk është antar i odës mjekëve, në anën tjetër pi drejtohem për ta demantuar edhe kolegut që në 10.1.8 thot bashkëpunimi në përcaktimin e çmimeve të produkteve medicinale në bashkëpunim me institucione tjera përgjegjëse. Pra, duhet bashkëpunojnë me odën e farmacistëve për ta realizuar një gjë më të mirë dhe të bëhet i zbatueshëm. A ka mundësi dokumenti numër 2 po flasim vetëm me fakte pse? Bashkëpunim, çfarë do të thonë? A ka mundësi dokumenti numër 2? Është diçka që s'është obligative. S'është obligative, nuk të obligon. Mirë, pasi po thuni po e kundërshtoni këtë pjesë. Pika 1.5 e nenit 3. Mbrojnë interesat e tyre profesionale, sociale dhe ekonomike. Sociale dhe ekonomike. Ekonomike futet në kuadër të çmimeve. Ne nuk kemi ankesat për edukim të vazhdueshëm profesional. Ne kemi ankesat për çmimin e barnave. Ne duhet t'i mbrojmë, duhet dalish edhe ti t'i mbrosh. Dhe jo dalish në anën tjetër të cilët pozitat ku jemi të gjithë ne nënkuptojnë të gjithët e tjerat, kështu që... Pyetja që e patët për zotëria Xhia, se s'kanë konkuru për çmime? Pyetja jam e kem. U konë afati i caktuar për me aplikue operatorët e këta bartësi autorizim marketingut edhe fabrikat edhe të autorizumit për tyne për me aplikue për çmime. U konë afati i caktuar. Edhe qaj e fati caktuam, këta ja u kanë mu shmenen me një avokat, të ju thonë që hajde të minojmë që të shmim që të lidhë se s'mundet me shku për para. Kur më kanë ardhe dhe mu më kanë thonë që ashtu këmë thonë, këta kemi mujtë para se me hyb ligjin në fuqi. Kur hyb ligjin në fuqi, kur aprovon kuvendi, kur jenë konë disa instancë edhe s'keni marë pjesë, asë në debat publik, asë në komision për qeveritar që u konë, asë komision të kuvendit, atëre është vonë se ka hyp ligjin fuqi një sen që është i vetëm një ndër vetmet ligjet që asë një parti opozitare nuk e ka kundërshtue, edhe një ndër vetmet ligjet është që to 4 vjetë që s'ka shku në kushtetuese. Kur ka hyp fuqi, gumon, kjo ka marë fund gjithë shka. Disa prodhues, disa fabrika jonë manipulue edhe kanë menua që me të vërtet po minohet çmimi. Po bjenë, kur u ardhë puna edhe hypin fuqi meten pas çmime që ato fabrika. Tash, ministri për fatë mirë, ligje parasheh nenin e 7 me sa ju në mos ma merë një përfjallë, se s'kom fletë për para, e parasheh që disa gjona mujnë me metë në diskrecion të ministrit, me vullnetin matë madhe dhe për interes qytetarit edhe për shëndetin e pacientit në spitale, e jep edhe një vendim shtesë që ta shtet ju që ka s'keni njoft ligjin edhe që ka s'keni dasht me respektua urnani hajde edhe një herë e keni edhe një afat shtesë edhe au ka dhonë që ta afat shtesë ku kretë kanë ardhë kanë aplikua dhe që tash me sa diune dardane është që tash faza 2 që ndalë sët ju ndalë çmimet e reja që atyne që sën aplikua. Çmimet, ne jemi kundër çmimeve në të cilët janë të rritura. Inderuar, çmimi i cili është në Maqedoni 2 euro, në Shqipëri 2 euro, dhe në Kosovë 4 apo 5 euro shkeq përdorim. Ne kërkojmë që çmimet të jenë të njëjta si kur shtetet referente. Pra, çka kërkojmë na? Mirë dhe mirë. Çka kërkoj ligji? Ligji nuk e kërkon, sepse mirë. Ali tash dëgjoj. M'falni, ai keni lexuar procedurën standarde të operimit si i kalkulon këto filtrat mirë dhe të po diskutojmë bashkë. Ne veç po them nuk jeti për mendësit pyetje, po tjetër kush për mendësit pyetje. A jam unë apo nuk jam unë mirë? Atëherë mos më ndërprej. Ta kryej dhe pastaj mund ta marrësh fjalën. Ne nuk kërkojmë që në fakt ne kërkojmë që çmimet jenë të njëjta, mirë po jo të jenë edhe më të ulta apo më të rritura se shtetet referente. Këtu do të kemi për bëhet i zbatueshëm vendimi, duhet të respektuat procedura standarde e operimit e cila është derivat i ligjit. Vendimi është jashtëligjshëm. Tash, nëse një produkt është i barabartë me shtetet referente, atëherë në mënyrë direkte ka me ndiku pjesa minimale tregut ilegal. Nuk do të kemi më tregu ilegal. Tani, ministria, çfarë ka bërë dhe disa kompanitë farmaceutike, disa kompanitë kanë ku janë para pregadit dhe po mendojnë sikur në të kaluarën që vetëm ne jemi, nuk ka më ne, nuk kanë më termet une. Tani jemi ne, do të vendosim në vendimarrje të gjithë së bashku dhe jo vetë. Tani, disa kompanitë farmaceutike kanë përfituar në këtë lloj aspekti edhe po vazhdojnë me shty
Hajde dalim tek tema tjetër dhe pastaj do t'i faktojmë edhe gjëra tjera. Nëse vazhdon me këto kundërshtime për odën e farmacistëve, atëherë unë t'i faktoj edhe gjëra tjera të cilët do t'i gjejmë në pohë dhe pastaj do t'jemi më të hapur. Disa oponent odë farmacistëve, unë jam antar i odës farmacistëve të Kosovës. Edhe kjo është odë antar i odës farmacistëve. Jeni një grusht njerëz që keni kundërshtuar, s'keni lënë guri pa lëvizje për mërzuar që të lezë. Nuk është e vërtetë. Ne e kemi përkrahur. Ju e keni kundërshtuar që moti. Tani, pasi jeni përgatitur dhe tani jeni pro këti dhe i kundërshtoni kompetencat tona, pra kompetencat të cilët i kemi ne si odë, jeni në gjendje për... Deri në momentin kur hyp ligji në fuqi, ne kemi drejtën tonë me kundërshtua dhe me dhonë komente. Në momentin kur hyp ligji në fuqi, i paf shumë hajrin. A këta po ngasin edhe sot me minua ligjin. Periulla një mujore është e pak. Po i manipulojnë distributorët mos me regjistru banat. Po i manipulojnë fabrikat mos me regjistru banat. Mere me menë që oni thëjnë fabrikës, mos apliko me regjistru se na kemi mërzuat që të legjë. Po ku kanë botë me imshuat qytetarit vetë mja bapet, i lasin që shqitet një orë 4 orë. Nuk është e vërtet. O, jafëma me deklarimet, interpretimet. Të lutëm, të fokusohemi tek veprimet dhe të fokusohemi tek faktet. Jo vetëm me dalë në formë akademike me interpretu, sepse nuk është më kohë e tillë. Ne duhet ta bëjmë unifikimin e çmimeve të patjetërsueshëm. Kjo duhet ta bëjmë një herë për gjithmonë. Për që ta janë 4 shtete referente, vetëm nuk ka kaluar mirë, ani tash dëgjom. Shtetet referente përcaktohen, pra duke filluar nga Shqipëria, Maqedonia, Mali Zi, Kroacia, dhe nëse njëri nga produktet nuk është në këto shtetet, atër është vendi i origjinës. Tani, çfarë kanë bërë këta? Janë edhe 3 shtete tjera, Më pastaj është procedurë tjetër. Është procedurë, filteri tjetër e përcakton çmimin e importit, të cilën këta janë kthyer, se kam lexuar, janë kthyer 3-4 vite mbrapa, nuk janë kthyer tek të gjithë. Nuk është e vërtetë. Çmimet janë me gustit vitit kaluar. Kjo është gënjeshtër dhe dezinformat. Pse kemi mungesë barnave? Çmimet janë me gustit vitit kaluar. Merrem me mend u konstatua. U konstatua importues deri në gusht vitit kaluar e kanë pru produktin 80 centë dhe kanë shit 8 euro. E kanë pru produktin 80 centë dhe kanë shit 6 euro. Pe vendit të origjinës. Është vërtet. Kjo është e gustit vitit kaluar, nuk o 2023-ën. Është vërtet. I ka marrë komisioni pe gustit vitit kaluar edhe shtatorit. Është vërtet. Para se kalit e zonja Meja, veç edhe që të pyetje që po e bojmë prej fillimit e misionit, pse s'ka barna në për çdo barnatore? Zoti Abdullahu. Çe faktet. Tepi përgjigjen shumë veç dorim me 2 fjalë. Dëgjoni. Ku në botë nuk ka furnizimi knap. Krejt bota është mungesë të produkteve. Kur në jetë asnjë shtet nuk ka me i pas produktet. Që 25 vjet mas lufte asnjë vjet nuk kemi pas furnizimet knap. Ajo është normale në krejt botën. E mos flasëm në përpara u thira në periudhën e pandemisë. E mos flasëm në qitë periudhë që na jemi mundu me, nuk është e vërtet që s'ka barna, po paralele ka. Për shembull, nëse ka munguar, po mjen keq me keq përdor emrin e fabrikës. Nëse ka munguar Loprili ka qenë Skoprili ose e kundërta, domthonë antihipertenzivi ka qenë me substancën gjenerike të njëjtë. Tash për shembull, unë e di që është e dëshirueshme normal me bazë të rekomandimeve të organizatës botërore të shëndetësisë në vend si Kosova me i pas 9000 produkte farmaceutike në treg. Na i kemi 4200. Është i vazhduar procedura se sa kanë aplikuar. Po kalojmë procedura ligjore, po ju i keni propaganduar mos më aplikuar se keni thonë. Po jo, se nuk është e vërtetë. Ne keni angazhuar avokatin. Po nuk e kemi angazhuar ne me telefon se tash i ke gënyer kanë me telefon kanë me thonë na ke thonë ti. Po jo, nuk është e vërtetë. Ta shohim debatin edhe nga zonja Mia, e kthejmë më pas edhe te zoti Tahiri. Se po besoj është të këshyrë seri, çka është të ndodhur në lidhje me krejt. Nëse realisht pyetja ka shumë interesant. Ky ligj edhe shteti duhet më punu për të mirën e qytetarit, në rend të parë. Pavarësisht na pëlqen nëse s'na pëlqen, shteti përfaqëson qytetarët, edhe është e vërtetë që ka pas disa për mungesa, mirë po edhe e njëjta që e tha Zoti Abdullahu, që ka pas ndoshta zaventësim të produktit tjetër. Na problemi kryesor si profesionist shëndetësor, unë kam punu 15 vite në sektorin privat, në banatore komunitare. Dhe problemi kryesor e kemi pas me emrat tregtarë të produktet, të cilat përshkruheshin nga mjekët edhe pacienti normal nuk e den edhe i ka kërkuar me emër të caktuar. Ke pas gjithmonë zaventësime dhe ka edhe ende, ka edhe mungesa të produkteve, po siç e theka në fillim, gjithë kjo krejt ka ardhur duke menduar që ligji nuk ka në fuqi. Unë më herët kam pas 8 vjet kam qenë në udhë farmacistëve të Kosovës, struktura udhëhecë, mandatin e kalum 4 vite, zëvendës kryetare e udhës farmacistëve, aty ku është tash kolegu interim Astrid Haxhia. Dhe qëllimi kryesor ndër të tjera që i kemi pas ka qenë mu implementu ligji për çmimet e barnave. Domethënë edhe në momentin kur u bë kjo në farë forme prej atyre që unë quaj profesionistë shëndetësor gjithë, e kanë mi prit jashtëzakonisht mirë.
Dhe po, ka pas ankesa, si që theksum në disa prej vendimeve, mirë po, ka qenë edhe faza ankesa, debati publike, e përfatësus që shqetësekëm në detyrat dhe kompetensat e odës, është e vërtet që i përfatëson komunitetin farmaceutik, merë pjesë edhe në bërjen e çmimeve, mirë po, Oda e farmacistëve të Kosovës gjithmonë ka pas antar, unë e kom qenë vetë këtë pozitë ku jeni ju dhe kom mbrojt çdo debat që ka qenë mundin e me i gjetë ato, puna kryesore dhe gëzona që hek pirandi ditës ka qenë unifikimi i ligjit për çmimin e banave. Do të thënë që ky ka qenë qëllimi vetëm se vetëm me këtë ka ardhur në shprehje profesionalizmi jon. Rënd parë dhe qytetarët në një farë forme dhe mirëqenia e qytetarit. Dhe po du me cek në gjatë asaj periude, ka janë ndru ministrat, po dhe një kohë të gjatë ka qenë ministri aktual që është, dhe Oda e farmacistëve ka pas bashkëpunim të ngushtë me Ministrinë e Shëndetësisë. Do të thënë në të gjitha proceset, edhe për ligjin, edhe për komisionin e çmimeve. Derisa është bërë mandati tjetër, dhe nuk ka qenë më në mandat. Unë po flas në kongur kur kam qenë unë se tash edhe ti kryetare, edhe kryetari për Komisionin e Solidaritet, momentin që ka pas shkëputje nga Ministria e Shëndetësisë, pra ky mandat që ka ardhur i Odës i riu, atëherë çdo gjë është bllokuar. Nuk ka pas asnjë komunikim. Se jeta ministri është, jetit njerëz janë. Pikrisht. Edhe nëse blejot me theksu, unë vjen më tregu drejt, për shkak se Oda e farmacistëve është të gjithve. Oponentët ndrohen, dhe më thonë ne kemi zgjedhë çdo 4 vite. Vjen keq, unë komendu që kemi më gjetë për krahun maksimalit Odës, është vetëm organizohet profesionale që i mbron të drejtat e profesionistëve shëndetësor. Dhe grupet e interesat caktuar kur s'kan qenë subjekt i mbrojtjes periudhës farmacistëve. Ne duhet të mbrojt në rend të parë profesionistët shëndetësor, por mbi të gjitha qytetarët tonë dhe pacientët tonë, se secili prej nesh jemi pacient, qoftë në një mënyrë, qoftë në një mënyrë tjetër. Dezinformata që janë bërë publike, edhe i kanë dezinformuar opinionin publik, këtë rast edhe qytetarët e Kosovës, edhe këtë rast edhe familjarët e mi, se më kanë thënë, kanë thënë qysh nuk po gjendet kjo, s'po gjendet ajo. Na që jemi të profesionistë fushës shumë mirë, tha pacienti që është pjesë e panelit, pa që po tritona pacient, por këtë rast i përfaqësoni ata. Ata nuk e kanë dieni si ka mu zhvillu deri kjo mungesë. Jo kanë qenë shqetësuar se shqetësuar jemi të gjithë, pse s'po kemi bana, po secili kolegi imi, që kam një radhë kolegëve që i njoh, që i bashkëpunojmë, që jemi në bashkëpunim çdo ditë, më kanë pyet, apo hin ligji në fuqi, a ka më bu ligji? Ligji ka më në fuqi dhe unë e përgëzoj Ministrin e Shëndetësisë se më marr vendime të mëdha nuk është e lehtë. Edhe normal ka qenë para zgjedhjeve, do të thonë aty nëse s'ka bëjnë ata i ka kushtu, për shkak se shumica kanë kundërshtu, mirë po unë mendoj që ka marrë një prej vendimeve më të mira kjo qeveri ka qenë ligji për çmimet e banave. Pajtohemi për ligjin, nuk pajtohemi me paragrafit e vendimit, mos krijojmë mjegull. E kupton? Nën kryetarja e Odës, veç po e përbylli. Nën kryetari i Odës ka qenë në mandatin e kaluar, është vërtet? Keni qenë në mandatin e kaluar kryetar Komisionit për 2 mandate. Pse duhet dalish kundër krejt komunitetit në të cilët i kemi marrë përgjigje ju personalisht dhe ju dilni kundër krejt të gjithve dhe më përpara është parë edhe kontributi juaj në sektorin farmaceutik. Pra, kontribut në zhvillim individual dhe jo në mënyrë kolektive. Ta përmbylli. Pse ka gjutë përbashkët distributori, kompania më e fuqishme, pse ka gjutë përbashkët me Ministrinë e Shëndetësisë? A bën me onë përgjigjen. Ata mbylli, pse ka të përbashkët? Mos më harroj pyetjen. Ma lejon, nëse ma lejon ta tregoj pse ka të përbashkët. Rregull. Të përbashkët, sepse vetëm në 6 mujorin, pra të jemi të saktë, vetëm në 6 mujorin e fundit të vitit 2024, kompania në të cilën e përfaqëson zotnia është shpërblyer prej Ministrisë së Shëndetësisë edhe prej SHSK-s me vlerë prej 5.355.106 euro. Vetëm në 6 mujorin. Si mund të mos e përkrah pjesën e këtij vendimit, i cili është jashtë ligjit? Duhet bëhemi ne të gjithë së bashku për ta bërë një vendim i cili është në të mirë të farmacistit, në të mirë të pacientit dhe jo të kompanive farmaceutike. Ne jemi kundër. E fundit krejt, i njëjti del edhe me deklarat publike të pamatur, duke i konsideruar kolegë tanë oligark farmaceutik, është shumë e rëndë. Jo komëron komplemente se pseudo-oligark janë, se janë oligark me thonë punë madhe, e ka uhequr për një periudhë, një institucion, me dal institucioni ose me pru veten institucioni me reagu për kërkim falje publike, këto mund bëhet vetëm
prej personave. Zotë Abdullahu? A mu i me dhonë përgjigjen. Që të fundit për japit parën edhe kërkoj një falje se i kumë komplementua shumë se Faleminderit. jënë konë mini oligark, se oligark mi thonë është njërë të komplement. Ka kërkuar falje, kështu që në rregull jemi. Oligark, asi mini oligark, ose pseudo oligark. Ta kanë sqaruar edhe fjalën pse oligark. Mirë, ta kanë sqaruar. Qitë pyetjen. Po, urna. Jo nuk e thash, veç e thash atë që është nivel kulturës pak të komunikimit, se jeni përgatitur shkollore kjo bagi. Jo, nuk duhet t'i përdorim termet, interpretimet, deklarata. Duhet fokusohemi në veprime, thash edhe më herët. Fokusohemi në fakte, flasim me letra. Jo të flasim... Përgjigje, Zoti Abdullahu, mos të kalojmë në gjëra personale. Të kemi në nivel kulturës. Jo, nuk është personale. Janë thjesht ne kolegë jemi dhe po diskutojmë. Tash, qëre, ky pyetja e parë ke, pse dole kundër komunitetit. A është kjo arsyet që keni përfitu... Që ta shtepi përgjigjen. Ne, komuniteti farmaceutik i Kosovës i ka diku 1450 farmacista mos gabofshe që ashtu diçka i ka. Dhe me thonë, 1450 farmacista nuk janë oda farmacistave të Kosovës. 1450 farmacista gjeni onë është i licencum veç e veç. Çështja jeme, dalim pej disave që e kanë kundërshtuar që të legjë, unë pse i kom raportet mirë me ministrin, nuk i kom me ministrin, po i kom me ligjin. Unë e thash që 5 herë që i përpërzerisht, deri sa su hyp ligjin fuqi krejt që ato letra që i ka për para, janë reagimet e mia. Në momentin kundër ligjit dhe kundër udhëzimit administrativ. Janë të mia kundër, jo pro. Kundër po thonë. Kundër nivelizimit çmimeve. Kundër i kam edhe fola. Po thuaj kundër nivelizimit çmimeve që të kuptohet. Fola jam i kam pas kundër mirë, por në momentin kur ka hyrë fuqi ligji. Mund do të apo për hajër dhe më implementuar çat ligj. Nëse që kjo rrugë Prishtinë o 2 drejtimshë, në momentin kur qitet shaje një drejtimshme, deri në qatë ditë, unë e kundërshit qatë ditët me respektua ligjin, se më dënën policie. Po më parim, a jeni alo kundër? Jo, në parim, e po shumë hajrë, nuk jemi, qëre, kur është fjole a jemi kundër, dojë me kalun. A shkeni në rrugë dhe qëndrim? Jo, normal po. Jemi të respektua ligjin. Këtu po besej që s'du të me posë jemi të respektua ligjin. Qaj ligj, as nuk është Bibel, as nuk o Kuran. Jalom 6 muaj dit ose 12 muaj dit, i gjojmë defektet. Edhe nështë në jepet mundësia, e një qeveri e tashme, na mujme me dhonë komentet tonë, a petën e kom e dhonë komentet e mje. Dhe po kërkojmë. Deri sa o ligjin fuqi, unë e kom e zbatu o ligjin. Po këthena, të qashtja që e thaj ka e kundërshtua. Raportet me ministrin, për mu është pacienti shajt, edhe është qytetari shajt, të një vjen profesionalizmi jam. Punat interesi jam personali. Punat tjetër, ke fjallet e tenderat. Qëre? A është e vërtet ato që thash? Një fabrikë që mërët, nuk e di se s'kom statistika me veta. Mirë, po deri sa i kom 25 fabrika, deri sa i përfasoj 25 fabrika farmaceutike, me renome botnore, me brende. Po më duket pak pas në nëshuat të ndera unë në Ministri Shëndetësis. Se i kom fabrikat kryesore, unë nuk kom faj. E marë autorizim për fabrike. A dim se asni kontrolë sekundë në shkrume, se i përfason të suplemente. I përfason të vitamina. 5.300.000 është kur gjo hiq për mua të marrë një përder, 6 mujorin, Karshi fabrikave që i përfasoj, mua po mjetë marak. Nuk kam, oda e farmacistve nuk do t'ju përshtatet si që ju ka përshtat më herët në të cilat i ka bo amin, Ministri Shëndetësisë. Oda farmacistëve kam i mbroj të gjitha, do t'i mbroj si pas interesave profesionale, sociale dhe ligjeve që ta entuziasta, ty ngomas ligjeve, mua po mdojt që tash në maj me i quët 60 farmacista në Tiranë, në trajnim të vazhduar shumë, se s'kan hop as një mundësi, as një konferencë, as një trajnim të vazhduar shumë. Kemi në maj konferencën, ne kemi pasur konferencë në maj, në të cilin jemi përkrahur prej të gjitha kompanive farmaceutike vendore dhe ndërkombëtare. I vetmi të cilin nuk na ka përkrahur, ka qenë zotnia me kompaninë e tij që e ka marrë drejtimin të sponsorizoj në Shqipëri, sikur e the edhe më herët. Mirë po, ka çështjet e Ministrive të Shëndetësisë. Këto janë çështjet krejt tjera. Pikërisht për këtë, po juftojmë që të bashkoheni me komunitetin, ta bëjmë më të mirën e mundshme, ta bëjmë një ligj i cili është i zbatueshëm, ligjin po vendimin. Hajde ta bëjmë sepse këtë pedojmë ne. Dhe jo të shikohen interesat individuale. Ka kaluar ajo kohë. Unë me od farmacista ka kalu, edhe më vjen mirë që ka kaluar. Nuk kam, tash nuk kam me vendos. Unë me od farmacistave jam antariodës farmacista.
po me liderët që shkojnë me shishet plastikës e rrotullojnë odën për me nrua kryesinë me obovet kryetari me jaqu shqizjetat ministrët në bështetit, unë e përsta me qëta sjam. E ta janë shkarkuar ani kur gjësë është bërë dhe jo kjo pjesa tjetër. Qëto shqizjeta e keni këthyt e qeveria. Zoti Tahiri, krejt kjo debat, shka po ju shërben juve, a kam javë zgjidh problemet kur dilni në treg pas tret, sa po jo? Jo, krejt kjo debat, me qa po shumë në këto, është ka bot për një eksdikushin që nuk pedim kush është, kush për mbrohët prej kujtë. Më thonë, asë për zotnisë, asë nuk e njofë, dhe zdu me i njofë, du më thonë që nëse kom munges barnav, unë si qytetar, kom dole edhe me blej. Por shama që të shkon dikush për agjencionit produkteve dhe inspektoriatit, këto me neve, ato e kësha pytë, pëse mërë burë kjo dole me denu, pëse s'pja me licensën, pëse për kam bërgjëm në upditën për një ilaqë. A për kupton, nuk më mi thonë, a zotnisë, pëse a zove, sepse nuk jam të thirun për me do me inspektu depot, ose se na e qytetar të dera e parë, është dera funit realisht, e funit për distributorit, e parë ajo në është banatorja. O nuk vinë depot të jo me kërku asë në që ku këme marë një infuzion. O shkojnë banatore. Nuk për di, a ka dënime, nëse është e orkestrume kjo sabotim, unë menoj që shteti ishtë desh me pasët e planin A dhe B. Plani A, me hi ligje fuqin regullon, du mi blej lachet li, s'ka kur gjatë keqe këto, shumë mirë. Plani B, të njof mentalitetin e shqiptare, që dhe me sabotu, cilë është plani B e ministrisë më në nëzirë, neve për krizë, zotni, sepse unë, më pare, me kom bo neve për penale, kom kontrabandu i lachet për shkupit, sa në kom shti bori pa banderol, ligjë sakte thot që të zgudzon me bo, po në rëthonet e mija, kur kam të smund shpe, kur baba jam të më thonë nuk pjedi, a me kry emisionin, apo jep shpirta jo, unë kreti baj për babën. Të më thonë, kur shteti këto, unë s'peni dorën e shtetit. Këta zotnit kam problemet e veta. Këta zotnit në regull e shalde e regullani, dhe boni mirë. Po qytetar jam ka e vuj, unë jam ka e vuj. Njëjtë në gjo për drejtoreshën, unë marrë gemzar, që dhët terapi i bleme pare. Unë, hadin ashtë edhe i kam mundësit, po t'i kërtjetët si ka. E shët tjerë në derë të onkologjisë dhe me thonë, ose që aja tjetra, të hanën unë e që i babën, po nuk i dje kam jadon terapin, sepse të hanën do të me po më banatore i zotninja, a me i ka siguru 2 doza gjemzara jo. Kina pas njëtën me një volumapin, kur ka qenë në shtator, tetor, dhe me thonë, më shty terapia e babë, sepse nuk ka orë komisioni ministrisë të hanën mi në shkru i lachet. Më nuk po me intereson që a keni në rëveti, më po me intereson ku jam unë. Unë zotni, unë e kam prenda ato dhe kam edhe maksimumin për më kujdes për babën. Po letama, mos më qitë barjera, sepse sot më është më thonë të i mu pëse e ke dhënë babës infuzionin shpe, që po të përgjigjna në pëse e kom dhënë infuzionin shpe. Kjo është e vërteta. Kjo të lutna, se nuk po du me mojtonë, sepse qëllimi em është, ko plotësion, o thash që i keni problemet e juja, jeni kanë në kryetari, jeni në kryetari, nuk më intereson e pjesë, nuk më intereson qytetari për cilën e kam po e takoj në dirë spitalit, se vet jam atje. Në 10 orë, vitit kalu, baba pësoni saturim 50 i bje oksigenë dhe marrë një 9-4 që në më thotë mu, po s'këna qa më të bëhë, sa pranë në kërkush. E qa me bone? Unë kam me luftu, kam me bëhën teknik, mjek për babën tem. Dhe, po thamë, ketë kjo debat, të më thonë se ju sëqaru disa zona në ashtë për atë komunitetin e juj, po ketë kjo debat, po është pak ma i mangës, se ku të këshën qenë Ministria Shëndetësis, personat që janë përgjes për dënime, dhe mja mo licensat banatorëve dhe aty me shka i keni të antarësu, shkap, s'po jepti në ACL, dhe më thonë nuk koj logë që i për në të rëpë pa në ACL, nuk koj logë që do me intravenoze për në ACL. Nuk ka. To janë faktet në të cilin i thashtë. Po, zonja me jaj, Organizatën ku në punoj edhe drejtoj aktualisht banatorin qëndrore, është e vërtet, kemi probleme produktin që e theksut ju, gemzar është emër tregtar, gem Stabina, fatkeqësisht operatori ekonomik nuk na ka furnizu me 3 muajin e 4 dhe me 3 muajin e parë për cilin për vitin 2025 dhe janë ballafaqur pacientat me këtë mungesë. Më thonë në moment fundit, operatori njofton që për shkak të prodhimit nuk mundem ju furnizu, shumë e vërtet. Njëjtë me një volumapin, dhe më thonë, nuk ka qenë problem të Komisioni Shëndetësisë, mirë po ka qenë e njëjta procedurat administrative të tjera, derisa është shtarë produkti në treg, derisa është shtarë në Kosovë, dhe më thonë, çdo ditë ballafaqohen pacienta, nuk thëmë që s'kemi mungesa e probleme, me mungesa qoftë në spital, qoftë privat. Mirë po duhemi me theksu, Instituti i Onkologjisë, dhe më thonë, prej gjatë vitit 2024, se dhe ne flasim e statistika, se nuk guxojmë me thonë lojme të cilat janë të vërteta.
gjithmonë e ka pas furnizimin mbi 90% me produktet bazike të listës esenciale që furnizojnë Institutin Onkologjisë. A i 10% që aty të regojnë. Falenderoj për zemërsisht për krejt punën që ka e bojnë, sone atje shkoj. Dhe më thonë 6 mëngjesi shkoj e zoni rodhë atje për me mo një udhëzim. E falenderoj sepse nuk ka ma të mirë. Dhe më thonë, unë jam prej pacientët që bovën e kom trajtu jashtë venit në kone pandemisë, më është detyru me trajtu, edhe jam ajtë që sot jam avokat i onkologjisë në Kosovë. Më thonë, ju thamë njerëzë, mos dhe një ashtetit, s'keni nevoj me dole ashtetit, veç kur është për një PET scan, diçka ose për një diçka tjetër. Cilën du më të theksu edhe është, po? E di, po me zërë për i për të udhëzimi për me shku më bo, me di, po si do që tjetë, unë jam avokat për me ardhë mu trajtu edhe mu shëru në Kosovë, sepse kam hargju mira euro për me dole jashtë ashtetit, jo me dështirë për ka qenë koha pandemisë 2020, që mirë ke kush ndorë nuk di ke hupja orientime dhe falenderoj onkologjin prej rojës, deri të drejtori e të mjekë që na ka ndonë një mundësi shumë të mirë. Unë që e thash ato që unë e takoj, unë si fidan. Këtë në gjohë, i takojme edhe ata tjerë. Aty është problemi, zotnia na tha, jo se cili shtetë është i plëcu me borna, na e dim. Edhe thash, herën e por, banatorja por s'kem, me sportivitet, se të në posë e dyta. Po kur dele e dyta, e treta, e pesta, e shtata, e teta që s'ko, nuk ko më sportivitetu. Këtë jam panik. A kupton të më thonë kur është qytetari, sepse tash të edhe nuk di ku më shku. Se ajnë banatore të prejmë të s'ko. Të e kemi paralajmëruar ne institucionin. Andikot edhe një qështi tjetër që... Për vendimin i cilë është format i gabuar. Bëhet një vendimi mirë dhe të vazhdojmë, sepse me nëzi kemi prit të shohim një çmim në banderol në pjesën e barnave. Kur ka ardhë tani që ka ardhë kjo në formë të pjesëshme, atëherë farmacistët janë duke e parë dhe janë duke e kërkuar vetëm që ato paragrafet të ndryshojnë, plotësojnë dhe të vazhdohet të bëhet respektimi i ligjit, po jo i vendimit. Vendimi duhet të ndryshohet me pikat e caktuara apo me paragrafet. Këtë kemi kërkuar dhe kërkojmë që të mirët parasysh të bëhet një shtyrje për shkarkimin, që tha më herët, të stokut dhe të jenë çmimet e njëjta në përputhje me metodologjinë e përcaktimit çmimeve, si është e përcaktuar në procedurë standard. A do të afektoj kjo situatë? Zotë veç një kuriozitet vogël në lidhe me buxhet. Imagjinoni punësit furnizim që e ka Ministria Shëndetësisë, që me sinqeritetin më të madh po flas është për mrekulli. Mali i zi ka 500.000 banor, gjys milioni banor, 61.500.000 euro i ndonë veç për onkologji. Veç për onkologji i ndonë 61.500.000 euro në vetë. Ministria Shëndetësisë për krejt barnat i ndonë 70 milion buxhet. Dhe më hanën në bazë që tina pur budget, në bazë të në rëthonave, logaritën në bazë statistikave, 1,5 milion banor, 3 herë ma shumë kemi pacienta se malizi. Ku e ka standardin malizi, të ushqimit, jetesës krejtë senet. Veç për kurizitet deshta me thonë këto. A do të ndikohet cilësia e barnave për shkak të kësaj situate të krijune? A do të mund të kemi barna, sepse përmendi edhe avokati në storin cilën e patëm, që me importu tash barna që vinë prej Indisë, Kinës, e që kualiteti edhe efekti i tyre nështë atë pacienti mund tjetë shumë i diskutuar. Edhe një herë, edhe në debat plus e komunist fjallë kur e foli, me pas një agencion të Kosovës produkteve medicinale të Mirfield, edhe me pas një odë të avokatëve të Mirfield, që atina du të mi ma licencë avokatit. So dezinformat shumë e madhe, se 90% landës pare dhe 90% prodhimeve farmaceutike vinë për i Kinë dhe për Indie, dhe fabrikat e mëdha kanë kontraktuar atje me ju prodhu barnat, e vinë me licencë dhe më e me kontestua kualitetin atyne shteteve, ato janë gjysa e banorve botnor janë. Dhe më krejt fabrikat me Eurobinda, me Dr. Redis, me Cipla, me Kadila, me krejt që atje prodhohen, landa e parë ma kualitet vjen për i që atje jetë. A keni koment? Agencioni është ai që garanton për kvalitet të barnave. Ne, për çështjen e cilësisë, derisa agencioni i barnave mundson një gjë të tillë, atëherë e ka thënë edhe avokati më herët që ne kërkojmë përveç këtyre cilësive që janë, jo të ngelen vetëm këta, po të kenë edhe kompani të tjerat. Pastaj pacienti le ta ketë mundësinë e përzgjedhjes, don cilësore, don
jo cilësore, apo në këtë rast... Ska jo cilësore, mërë po cilësore tërhiqen prej fjales, e thash më pak cilësore se sa cilësore. Me kom pas rast, betem kër e kom e përru në anëm, thot mu anesteziologët, thot nuk e di cilin ilaç, këmujt një arruem, ne tash një profesionist dhe tani me me dojnë pak, jo, serios. Cilin ku më fal? Vitin i kalum, mart, vitit kalum, në anën një hekim gurt njës. Do thonë ato çana normale, më thot mu të dil merë këtë ilaç njerë që është hindis mrena, thot në nëstem nuk e kësha do. Që me bo, ne? Ska drejta jashtë. Dhe të vletë e deklarë, në që jam jallë në anës. S'ka heq, Falë se të riva. Ideja që qytetari, unë jam laik në fushën e mjekësisë, unë e baj veç argatin fizik, mi që bobe në të mjeku, asë nuk ju përzina mjeku të kur qka shkru. Nuk jemi kundër produkteve të indisë. Do të me pos mekanizma që i kontrolon cilësin, nëse ka vrejtje, ose që më ka thonë mu, jo, do gjëm, unë e plasë ato që unë si qytetar, ju e keni shumë letë. Se jeni i njeni edhe formula, temat generik, shumë letë. Gjyshës tem, kur t'ja ndrej edhe në gjyrën e ilaqit, kutijen, nuk e për në burë. Ape kupton, kjo është edukim për smrap, shto është ne jemi pro të produkteve nga India, nuk e kundërshtojmë këtë mirë, po t'japi mundësin edhe kompanive tjera, jo t'japi mundësin që të tërhiqen ata. Dhe të mbetet vetëm çështja e këtyne produkte. Zotri Betema, kom ban veç me vetë cila fabrika para e mërë që ka më të rjek dhe i sot për vitit kalun kër hypë shmimi lizin fuqi. Kush më me malën si të përgjegje? Nuk jam kompetent me dhënë këtë lloj përgjigje. Mirë po, vetë fakti që kanë aplikuar nga 4221 produktet, të cilat janë të licencuar apo me autorizim marketingu në agjencionin e Barnave, në fatin e parë kanë aplikuar 2900. Jemi avokati i ke dezinformu, ke thonë mani se keni me minu ligjin. 1700 dhe në vazhdimsi do t'jenë deri në 1700 produktet mungesë. Për çka? Vetëm pse dalin kolegët tanë, si kur puna e kolegut punon kundër të gjithve, vetëm për përfitimet e veta individuale. Duhet punojmë të gjithë. Nuk ka më kjo. Se do do lista e se vrin 4000 licenshën. Po ne duhet flasim me faktet, o kolegi nderuar. Nuk ka më, kam baruar ajo ko. Ju mund të vazhdoni me çështjet e juja, vazhdoni të shpërbleheni, mirë po, ne do t'i përkrahim tërkohën pjesën e farmacistëve. Ne do t'i përkrahim çdo herë dhe i kemi obligim ligjor. Lista e sodit në 10 ora u publikua për Ministrinë e Shëndetësisë në tregos sa barna e çmimet e janë ashtu krejt në fund, kështu që krejt në fund në çdo shtet. Pra të metët e këtij vendimit, në çdo shtet të Bashkimit Evropian, para zbatimit të ligjit apo të vendimit për unifikimin e çmimeve të barnave, janë bërë fushatat dhe aktivitetet vetëdijsuese për qytetarët dhe për pacientët si mund ta dallojnë një supliment apo një shtesë ushqimore. O dhe farmacistave ka pasur detyrë. O dhe farmacistave kur ka kërkuar që të bashkëpunoj, sikur është përcaktuar, atëherë tërkohën nuk përmi 15 emaila kemi kërkuar që t'i ndihmoj Ministrisë së Shëndetësisë për ta bërë një gjë të tillë. Çdo herë na kanë refuzuar. Dhe çfarë duhet të them me këtë? 3 deri në 6 muaj janë bërë këto aktivitetet me posterat, i kanë njoftuar qytetarët si mund ta dalloni një supliment me një molekul, një barë me molekule aktive, dhe kjo nuk është bërë. Sepse momenti që është futur pacienti në barnatore, kemi pas rast dhe direkt është i prirur që ta shikoja ka çmim ky bar, sepse nuk ka një uri si mund ta dalloj një supliment, një barë supliment me substancë aktive. O dhe farmacistave nëpërmes banatorëve do të me bëjë këto, jo nëpërmes Ministrisë së Shëndetësisë. Ministria e Shëndetësisë merret me politika shëndetësore, jo me trajnime. Ka refuzuar tërkohën. Pse ka refuzuar? Sepse kanë dalë kolegë të cilët janë konë tërkohën. Kolegët tanë që janë antarë të odës kanë dalë kundër odës, sikur rastin që e kemi përballë. Me këtë çardhje, pa këtë shkuptime mirë, por ne flasim me fakte. Kjo është e vërtetë, i nderuar kolegë. A ki e kodin etik? Shfrytëzo kodin etik me licencën të parit. Që 12 vjetë funksionerët e farmacistave të Kosovës, inspektori Aremzie, tha që më ka thonë, veç brenda vitit 48 proces verbale i kemi qenë në farmacistave që do të mjau suprimu licencën kolegëve tonë. Po është e vërtet, këshilli etik, është shumë e vërtet këtë që e thot, sepse kryetarja e këshillit etik në odën e farmacistëve është e njëjta e cila është antare e listës esenciale për çmimin e barnave. Po s'kemi lidhje me listën esenciale këtu. Kemi lidhje. Çka do të thonë kjo?
Inderuar, këshilli etik, dëgjoj. Oda farmaceutika ka caktuar. Nuk është antare e listës esenciale, është antare e komisionit. Përcaktimit të çmimeve. Dardane, kush e çet kryetarin e komisionit, kush e cakton kryetarin e komisionit në kodin e DG? Po tërhiqem, nuk është në listën esenciale, ka qenë gjetë interpretim, është në përcaktimin e çmimeve. Kush i cakton kryetarët e komisioneve? Këshilli etik. Oda i cakton. Se ka zgjidh. E ka zgjedhur sepse ka qenë e zgjedhur nga mandatarët të cilët kanë qenë edhe krejt më të ndrua dhe kryetarin e sindikatave ndrua. Kjo ka qenë. Dhe ka mbetur. Ne nuk i kemi dalur për ta shkarkuar atë sepse nuk është në natyrën tonë. Ne jemi shumë të kënaqur me ato. Kryetari me shkarkuar për tjerë. Me kryetaren e ODës, e cila ka dhënë një kontribut jashtëzakonshëm. Ne nuk jemi të kënaqur me zotnin të cilën e kemi përballë. Dhe ju ftojmë që të vini. Ta duhet me kontinuasin me mua. Ata do të me konë knosin me mua, do të me konë blerë sa të baratoret, dhe që da si punizoj. Se jemi krejt në fund, zonja Meaj, qësh mu regullu krejt këtë qështje edhe mos me pasit krizë? Veç ka fillu mu regullu, që mu vjen mire për meni kolegu, se pse ditëm, pse ka do lista zyrtare. Krizë që po e shojmë stash, po thoni që është proces edhe është një fazë në cili është në fazë përfundimtare. Arsyja pse po e them, se as kush se ka besu, se jemi na me vite të prit po hyn ligjin fuqi, veç unë për vetë sartë e gjej Google e klikoj vetën veç për ligji për çmime më të fol, e gëzona që ma teme kom hek pe rendit të ditës dhe fatmirësisht normal, se cila fazë e ligjit, se cili ligj kërëm fuqi e ka atë fazën e zbatueshmërisë, edhe shtetet më të mëdha në botë që kanë hek Anglia me Brexitin, disa janë shty se dikujt një palë i konvenon, një palë nuk i konvenon. Mirë, po kjo që është e mira, lista zyrtare çmimeve që ka dalë sot, që po e potencuesën smrima me këtu në mëngjes, domethënë shkon mbi 4000 produkte, është fat i mirë, domethënë mundësia ka hap, ministria ka hap mundësinë e dytë për me deklaruar çmimet për ata që s'kan besuar që ky ligj ka mu jetësu, edhe një herë nuk i mbes bërsh nëse nuk i përgëzoj gjithë ata që kanë punuar për marrë në fuqi ligji për nivelizimin e çmimeve të bardha, me gjithë metat ose jo të metat e tij, dhe zgjidhja që shohën në fatin e parë ata që si kanë deklaruar çmimet s'kan mujt mishit edhe ka pësu qytetari, e kemi pësu edhe ne si profesionist, sepse ne etiketojmë kur s'kemi diçka, dhe e dyta, nëse është fapa fati dytë, kur e pa në kompani që me të vërtet s'kan ka ikun ligji është fuqi, krejt fillum me deklaru çmimet në fatin e dytë, çdo muj ka më pas afat, edhe për ata që janë vënu dhe nëse ka pas ankesa, se mundet më ndodh ankesa, ai që punon edhe ka bën. Ata i marrin 4 vende referente për bazë dhe ta respektojnë çto, veç le të respektojnë. Çdo muj do të jetë, edhe ne veç le të respektohet dhe ne jemi në rregull. Në fond veç duna me cek, domethënë vet fakti që prej mujt kalum këtë muj, domethënë rrit dukshëm deklarimi i çmimeve, ata që deklarojnë se ata janë për më punu s'kan mundësi mi mbyll kompanitë se i majnë familjet, domethënë i kanë deklaruar çmimi në fuqi, do të furnizohen banatorët se e pa që s'ka kthim rrapa edhe po themi përgëzoj shumë që kanë marrë. Edhe unë i përgëzoj veç leta përkrojnë metodologjinë e përcaktimit, edhe në rregull jemi. Shkurt, si do të rregullohet? Unë e fola ma heret që jënë publikua sot një raund i çmimeve që po kompletohet edhe i kisha lutë gjithë oponent veç dhe e pranojnë ligjin që ashtu që është edhe kemi kohë për me i të buhet dhonat edhe me dhonë vredje për qytetarin dhe e more informatën veç që këtu e kënej dhe të jemi 99% me produkte farmaceutike banatorit e furnizuame. Fidan, përmbylli me juve? Nisë me mupe përmbylli dhe thonë uroj që ato që e kam takuar në këto ditë, mos ata kanë askush. Thash, mangësi e këtij debati është që s'pat ata nga ministria që ti kisha pyet, pse s'ke vot gjoba, pse s'ke mbyll banatorët, depot, se qytetarit se intereson çka pasan këta probleme, oponent pare, çpare. Mua s'u më interesojnë, unë du mi bli një ilaç, ka xhelir, atë që është normale. Edhe me pas efekt. Me pas efekt, edhe me pas çështjen në ilaç që sa herë që të ka nevojë prindi, pacienti, kur do të qovë, më qëto e kësha deshtun prej shtetit më në edhonë. Pjesë tjera... Edhe ma jepnë edhe mua... Po, zotja që jo, edhe pse përmbyllët parës. Vazhden. Për fund, edhe ne kemi kërkes në të cilën kërkojmë plotësim ndryshimin e paragrafeve. Jemi dhe përkrahim fuqishëm implementimin të ligjit për unifikimin e çmimeve të barnave. Që kërkojmë pikën 6 të plotësohet ndryshohet e vendimit. Kërkojmë pezullimin edhe për disa muaj, derisa të shkarkohet stoku dhe të vazhdoj e njëjta gjë edhe për kompanitë farmaceutike, let aplikojnë, let vendoset, let bëhet tregu me to që janë mungesë të barnave, let plotësohet dhe të vazhdohet ashtu siç është e përcaktuar, çysh e thash më herët, edhe me metodologjia për përcaktim. Edhe jemi në rregull. Mirë, po me këtë format kështu
pepëson pacienti e cila situata është ajo që tregon të vërtetën. Këtë që flasim ose edhe interpretojmë ndryshe. Faleminderit. Faleminderit shumë zotëria Zioja, zotëri Tahiri, zonja Mehaj dhe zotëri Abdullahu. Kaq kishim kohë për diskutuar sonte për këtë temë shumë të rëndësishme që afekton secilin prej nesh, por që natyrisht çdo ligj që hyn fuqi ka sfidat e veta për të zbatuar dhe ndoshta janë këto sfida, ndoshta ka pak natësi të shumta të cilat u theksuan sonte edhe nga zotëria Zioja që ka nevojë që ky ligj të ketë vendime të tjera të cilat do ta mundsonin zbatimin më efikas të tij, por për gjitha këto do të monitorojmë dhe do të raportojmë vazhdimsi se cilat janë rrisit. Shpresojmë shumë që tregu të jetë i furnizuar, spitalet jenë furnizuara me barna të mjaftueshme dhe që qytetarët të marrin shërbimin e merituar. Gjithu që keni vërejtje apo sugjerime, mos hezitoni të na shkruani në adresën tonë elektronike. Deri në emisionin e radhës nga unë Beti Musliu, mirëmbëjtje. Për më shumë video si kjo,